Maqedonia e Veriut po plaket me një tempo që nuk guxon të injorohet, nëse në vitin 2020 mosha mesatare ka qenë 32.3 vite, në vitin 2024 ka shkuar në 41.8 vite. Arsyeja kryesore e rënjes demografike nuk është vetëm nataliteti i ulët, por edhe migrimi i të rinjeve që në mënyrë shtesë dobëson bazën e punëtorëve të ardhshëm kontribues të sistemit, thot në raportin përfundimtar të revizorit me temë Plakja e popullsisë. Këto shifra sipas revizionit nuk paraqesin vetëm sinjale demografike, por edhe goditje të drejtpërdrejtë mbi financat publike. Raporti potencon se sistemi pensional tashmë po përballet me sfida serioze të qëndrueshmërisë, kurse pagesa e pensioneve gjithnjë më shumë mbështetet në transferat e rritjet nga buxheti i shtetit. Sipas projeksioneve të entit shtetëror për revizion, pjesëmarrja e personave mbi 65 vjeç në vitin 2025 rritet në 19.1%, në vitin 2050 në 32.6% dhe në 34.2% në vitin 2055. Numri i personave mbi 80 vjeç do të rritet në rreth 22.000 në vitin 2024 me mbi 144.000 në vitin 2055, derisa popullsia aftë për punë të moshës 15 deri në 64 vjeç do të ulet për rreth 470.000 njerëz. Në raportin e revizionit thuhet se në 6 vitet e fundit janë regjistruar ulje drastike të fëmijëve në klasën e parë. Numri i nxënësve të regjistruar në shkolla fillore është ulur për 2774 nxënës, kurse tek maturantët dallimi është më i madh dhe shkon në 14771 maturant. Maqedonia e Veriut gjendet në një nga proceset më të shpejta të plakjes demografike në Evropë dhe kjo situatë kërkon reforma urgjente sistemore duke llogaritur edhe rritjen e moshës së pensionimit, adaptimin e shkallës së kontributeve, revizion të modelit për harmonizim të pensioneve, thuhet me sqarash në raportin e entit shtetëror për revizion.